Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jek, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut gjithëmshirshmit përshëplotit. Selamu alaikum, kudo që jeni të dashur teleshikues, ju përshëndes. Ju dëshiroj mirëseardhjen e emisionin e radhës. Jemi në fillimin e përpjekjeve tona për ta sqaruar kujdesin që mos të jemi të mashtruar nga bukuritë e Zotit në tokë, të jemi vazhdimisht vigjilent dhe të jemi të bindur se gjitha këto të mira që i posedojmë këtë botë janë prej të Madhit Zot. Të shfrytëzojmë këto të mira, por mos ta harrojmë Allahun e Madhnushëm. Të përdorim këto të mira, të bashkëveprojmë me këto të mira, por të kemi parasysh edhe kufejt e Allahut sipas cilëve na porosit ai që të shfrytëzojmë të mirat e Allahut në tokë. Sot bashk do të bëjmë përpjekje ta sqarojmë etapat apo fazat apo gradualiteti si mashtrohet një njeri. S'ka pikë dyshimi se tjetë njeri i mashtruar me të mirat e Zotit në këtë tokë nuk ndodh mbrana një nate, nuk ndodh mbrana një dite. Është një farë lloj procesi, sepse çdo lloj mashtrimi, sa të flasim për mashtrimin, mashtrimi i ka dhe peripetiti, ka dhe të lashet e veta. Nuk është lehtë me u mashtru, por nuk është edhe e pamundshme me u mashtru, prandaj mashtrimi e ka një lloj procesi që vazhdueshëm shejtani mallkuar e përcjell dhe pason, domethënë e ndihmon njeriu që të jetë maksimalisht i mashtruar dhe në farforme nëse e lexojmë fenë në tërësi, armiku i Zotit, shejtani mallkuar në gjithë aktivitetin e tij përmban një slogan. Ajo është përpjekja që me mashtru njeriu, përpjekja që njeriu me ofru gjanat jo në realitetin e tyre. Dhe këtu është rëndësishme feja, sepse feja edhe ajo në tërësinë e saj bën përpjekje çështjet me sqaru sakt, çështjet me njoft sakt, çështjet me njoft drejt, sepse këtu është e gjithë të lashja. Normal po flasim bashkë për njeriu i cili është mashtruar me të mirat e Zotit, ka filluar me i keqpërdor, sepse kur themi është i mashtruar, ne kuptojmë që e ka harru Allahun e Madhnushëm, i cili është burimi i gjitha të mirave, ose i ka kalu kufet e aplikimit të mirës, ose bashkëvepruarit me të mirën, ka filluar me kalu në harame, apo është fut në të mirën, dhe ka harru se ekziston dikush tjetër në këtë botë pos e të mirës dhe atij që e shfrytëzon atë. Ekzistojnë 5 etapa, 5 faza, 5 perioda nëpërmjet cilave kalon njeriu i cili mashtrohet. Por çdo mashtrim me të mirat e Zotit fillon prej çështjes së idesë, pjati mendimit. Domethënë hapi i parë është njeriu fillon me mendu. E qel një dosje të gjunajt, qysh u kanë të përdor një të mirë, qysh u kanë të jetu me një të mirë, i ka ranë men qatë mirë me kesh përdor, ose me përdor një formë jo të lejuar. Dhe këto, dhe më thonë, mos të harrojmë diçka se dhe krimet më të mëdha në botë zakonisht fillojnë prej mendimit, fillojnë prej një ideje, prej një shkëndije cila qarkollon nëpër truni apo mendjen tonë. E dyta, prej fazës së mendimit apo edhe shpresës, asaj dëshirës për me bë diçka, kalon në fazën e dytë kur njeriu vendos me bë mëkatin. Në këtë rast është shumë rëndësi fetarisht në me bëni dallim mes fazës së parë dhe të dytës. Sepse nëse flasim për fazën e parë, kur njeriu të keqen e ka vetëm në si mendim, e ka si shkëndi dëshire, por ende nuk ka marrë asnjë lloj vendimi, nuk ka konkretizuar asnjë gjë në terren. Flasim për një gjendje që ende nuk kanë filluar mu shënu të ligat, mu shënu të metat, ose mu shënu ajo e keqe për kace. Sepse Allahu i Madhnushëm thot, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha.
Zoti nuk e ngarkon askënd me ato që s'u e bart. Leha ma kasabat wa alejha ma iktasabat. Ati takon ajo që ka vepru, qoftë pozitiv apo qoftë edhe negativ. Domethënë kur fillon njeriu të më shënu me kati, fillon me momentin kur ai vendos me bot keqen. Por nëse vendos me bot keqen, atëherë fillon me ushënu gjunahi shpesh edhe nëse zbahet me kati, sepse nëse ka dalë një pengesë jashtë vullnetit tënd për me bëni të ligë, e që ti ke vendosur, e keni vendosur në veprimin e asoj të ligë, është shënu gjunahi edhe pse ai nuk ka ndodhur në terren. Dhe anasjelltas për çështjet e punëve të mira, për ata thot pejgamberi alayhi salam, kur flet për një njeri i cili nuk ka pas pasuri, nuk ka qenë i pasur, por e ka krahasu veten e tij me njëri që ka, e i cili e ka përdor pasurinë, e ka menaxhu pasurinë forma të ndaluara, e ka përdor keq pasurinë. Tash ky i pari e ka pa dytin të e përdor pasurinë edhe i ka lind mendimi, edhe ardh bindja, edhe ka vendos, edhe është shpreh, sikur Zoti të ma kesh dhënë pasurinë e atij burri, edhe unë njëjtë identik kisha vepruar sikur ai. Me këtë rast, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ta janë shoqërues në mekat. Domethënë është shumë e rëndësishme me bë dallimin mes gjunahi kur është vetëm si shpresë, si mendim, si shkëndim mendimi, edhe kur mekati kalon në vendosje, kur ti vendos me bëni një gjë të tillë. Prej të vendosnit kalojmë fazën e tretë, e cila quhet faza kur njeriu për herë të parë ka shiju gjunahin. Për herë të parë ka keqpërdor të mirën. Për herë të parë i ka arrit pasuria prej rishfetit. Për herë të parë ka arrit thjesht me prek një femën të ndaluar. Për herë të parë ka shiju diçka ndaluar së saj bote. Pastaj faza e katërt është kur njeriu i ka pëlqyer ajo shija e parë e gjunahit, edhe ka filluar tash me bë së treti, katërti, ose ajo që quajmë ne zhytja dhe adaptimi me gjunahin. Ka filluar mu ambientu me të keqen dhe thjesht ka filluar me mendu se mo nuk mund jeton përveç se me atë të keqe. Dhe kjo pastaj e ka qenë në fazën e pestë, e cila quhet varrshmëria, kur njeriu është i varur prej të keqes. Dhe kësi njerëz shohim shpesh në shoqëni, kur njerëzit janë lidhur për disa çështje negative ose keqpërdorimin i shumë të mirave të Zotit, dhe ata nuk e shohin veten ose nuk guxojnë me paramendu veten se mund të bëjnë ndryshe nga ajo që janë të vepruar, sepse janë në fazën e qenërit të varur për asoj gjëje. Dhe këtu ekziston shumë një rrezik i madh fetarisht. Cili është ai? Rreziku se nëse ne lidhemi për një të keqe deri në fazën e varrshmërisë, të jemi të varur prej saj, kjo mund të llogaritet situata të caktuara që ajo është një lloj idhulli, një lloj puti adhurohet karshi Zotit, sepse koncepti islam ndaj adhurimit nuk është veç ta kish bindjen që ai është Zot. Shpeshherë ti mund mos ta kish bindjen që ajo që po bën ti nuk është Zot, nuk është idhull, por që praktika jote, mënyra e sjelljes, mënyra e reagimit tënd është sikur me pasin ai Zot. Ekziston ajo historia në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur ka ardhur Adi ibn Hatim, ka qenë një njeri i cili ka pas një gjenezë të fortë familjare, ka qenë i krishter dhe ka pranuar islamin, është fut në xhami në pejgamberit alayhis salam, ka qenë arab, prej arabëve që kanë pas pranuar krishterizmin, dhe kur futet në xhami e dëgjon Hazreti Muhamedit të lexojë Kur'an, edhe pikërisht njërin prej ajeteve ku flitet se i thartë e librit i patën marr prisat e tyre për Zota. I patën marr prisat fetar për Zota, ndaj Zotit ose përballë Zotit. Edhe ky njeri si krishter tash reagon, i thotë Muhammed, i thartë e librit nuk i kanë adhuruar, nuk i kanë llogarit për Zota prisat fetar, lidert fetar. Atëherë pejgamberi alayhis salam e ul edhe fillon me asqaru konceptin e kur mund diçka të llogaritet Zot. Kur mund diçka të llogaritet idhull. Sepse tani kemi dy bota këtu. Hazreti Muhamedi nëpërmjet Kuranit e shën ndryshe çështjen, ndërsa
Adi ibn Hatim nëpërmjet krishterizmit ose jaudizmit këtë rast, i thotë Adibit e shën ndryshe çështjen dhe pejgamberi tash don më sqaruar dhe më tutje konceptin dhe i thot sallallahu alaihi wasallam aswa patën ndalu të lejuaren e u patën leju të ndaluaren e ata i patën respektu i thot po domethën i ftart ose lidert fetar ju patën ndalu të lejuaren ka qenë lejuar ata kanë ndalu ose ka qenë ndaluar ata kanë leju e të tjerët i kanë pasu ose populli ka pasu Hazreti Muhammed sa më thot në fund kjo është adhurimi tyre kjo është domethënë kur ajo është ata njerëz janë vendosur në pjedestalin e ritualit ose të adhurimit. Prandaj këtu flasim për disa dukuri negative që në mendjen e shumë njerëzve ai mund të mos i llogarit ato zot, por në praktik mënyra e sjelljes, varshmëria e skajshme e tij, karshi këtyre gjërave, ato faktikisht e ka vendosur në pozicionin e sikur me pasqen ato të këshia Zot. Sepse kemi varshmëri tani. Do të shohim bashk, domthon këto 5 etapat, domthon shkendimi ndimi, vendos me bë të keqen ose me keq përdor të mirën, e kemi tretën ushiju për herë të parë me kati, e kemi të katërtën është adaptuar të keqen, ka përsërit të keqen, edhe kemi të pestën është ka arrit shkallën e varshmërisë, është i varur prej të keqes. Ku qëndron, domthon, cili është stimulimi që vjen prej shejtanit dhe çysh kishim mujt na vazhdueshëm me dal prej krizës, sepse shumë po na intereson a ka mundësi kthimi, sepse ne synimi i gjithë kësaj që po bisedojmë është nëse eventualisht gjenden njërin prej këtyre fazave, çysh është rrugdalja. Sa i përket të parës, shejtani vjen e lun një rol, bën përpjekje njeriu të mjaqil dosjet e të këqijave. Edhe bën përpjekje që njeriu me hap horizontin e të këqijave me shtime me ndu keq. A keni vret shpesh herë çka na ndodh. Kanëherë të vjen një mendim që ti nuk kishe pas qef me mendu ashtu. Në familje, në miq, ti ki kanëherë një person para vetit, cilët një mendim që ti e gjykon veten ose s'njesh mirë pse po mendon, edhe kanëherë thua elhamdulillah që ky nuk e din çka po mendoj, sepse sikur ky ta ke di çka po mendoj ish prish muhabeti. Domethënë ajo që ja tham edhe më herët, përpjekja që me i qel dosit, për shkak ki diçka të mirë, i të shfrytzu shumë mënyrë të mirë. Shejtani vjen thjesht t'jap ide për keqpërdorim të mirës. Zoti ka fal bukuri. Bukuria është dhuntia e Zotit. Tash për herë të parë shejtani vjen që me instalu mendime që me këtë bukuri më i provoku të tjerët, më i provoku edhe vajzat apo gratë të tjerëve. Thjesht veç për provokim është faza e parë. Domethënë kjo vjen çytja e parë është që shejtani bën përpjekje me hap dosje ose thjesht me dhon ide për keqpërdorimin e të mirave. Për ata këtu duhet përpjekja që mas letin këtë fazë është me shkput, me ndërprej. A'udhu billahi minash, kërkoj mbrojtje tek Allahu prej shejtanit. Këto janë mendime të liga, maksimalisht me i stopu. Sepse nëse i stopojmë në këtë fazë, këtu nuk kemi mekat, nuk kemi gjuna. Nëse jemi shku në fazën e dytë dhe është vendos me u bë mekati, shejtani vjen këtu nëpërmjet dy cytjeve. Shumë rëndësini kuptu këto dy cytje. Cytjen e parë, shejtani këtu bën përpjekje me hap një temë që shumë rëndësi. E thot, mundohet me lehtësu pendimin. Ka pendim, është lehtë mu pendu, do të kthehesh ende një herët, ka mundësi mu pendu, nuk është shumë telash e madhe. Domethënë, hap këtu, cytja vjen, ose ajo intriga vjen, përpjekja me ta lehtësu pendimin, ose kthimin. Pendimi është kthimi. E dyta është përpjekja që shejtani në këtë fazë me të krahasu me tjerët. Me të krahasu me tjerët, me njerëz që kanë bu krime të mëdha, me njerëz që kanë bu gjuna të mëdha, me njerëz që janë fut në borxhe të mëdha. Edhe ky borxh që ti e fut, karshia atyre që kanë borxhe s'krahasohet. Kjo fazë është kur, domethënë, shejtani maksimalisht bën përpjekje me ta ngjall ndjenjën e krahasimit me të tjerët, e cilët janë shumë larg teje në të liga. Në këtë fazë, nëse veç jemi futur në fazën e dytë,
Është shumë e rëndësishme besimtari me kujtu njërin prej ajeteve të Zotit këtu. Dhe ajo është, wallahu, çka po don Zoti prej nesh këtë moment? Çka po don shejtani? Çka po don egoja dhe çka po don Allahu i Madhnuar? Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allahu dëshiron t'u pranoj pendimin. Allahu dëshiron sa më herët ju kthej. Mos t'u lej zhyteni. E ata të cilët janë devijun synojnë që t'ju shmangin sa më shumë. Wa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Zoti don ma letu juve, ma let. Qysh ma let? Është faza ku ma let kthehesh. Sepse ende nuk ke qit diçka në teren. Ende nuk ke konkretizuar të keqen. Ani pse ke vendos. Megjithatë, ende s'mund kapesh me legj. Tani me feje i kapun, ki mundësi mu ndëshku tani. Por praktikisht në teren ende s'ke vepru kur gjë. Për ata thot Allahu, Zoti dëshiron mu aletu, ma let për juve. Kthehuni tash, është koha mu kthy tash. Kjo është faza e dytë. Kështu delet të kujtu dëshirën e Zotit. Çka po don Zoti? Po do më na pranu pendimin, edhe po do me letu sa ma let mu kthy, është më heret, është ma let mu kthy. Faza e tretë është faza kur kem fillu me shiju të keqen. Është për herë të parë kena marrë parë rishfeti. Për herë të parë kem marrë diçka që se meritojmë. Për herë të parë kem këshpërdor dikën. Për herë të parë kem pi alkool ose çfarë dush gjunaj ose çfarë dush këshpërdorimi të mireje. Cilat janë çytjet? Çka bën shejtani në fazën e tretë? Në fazën e tretë, shejtani vjen nëpërmjet 3 dyreve, 3 çytjeve, 3 qasjeve. Qasja e parë është e rrit e zmadhën mëshirën e Zotit. Edhe këtu të fol Zoti është i mëshirshëm, Allahu ka mëshirë absolute. Zoti ka kriju kaq mëshira, Zoti fal, Zoti ka fal shumë njerëz. Edhe don para teje me zmadhu maksimalisht rahmetin e Allahut madhrishëm. E dyta është bën përpjekje me zvoglu mëkatin. Në këtë fazë, domethënë mundohet me të bindë që mëkati është ende i vogël. Dhe e treta është bë përpjekje me ta zgjat jetën, me ta zgjat shpresën, më mirë me thonë. Në kuptimin asoj që mundohet me thonë që ka kohë. Herët është ti e ri, jeta është përpara, ka ballku mu fal, ka ballku me punë të mira. Domthon ajo që quhet tulul emel, me ta zgjat shpresën për jetë, sa ai s'mund ta zgjat jetën. Jeta është në dorën e Zotit. Ai mundet me ta zgjat shpresën për jetë. Me të ngjall shpresë se ki ende kohë për jetë. Qysh më u gjin në këtë fazë? Në këtë fazë është shumë rëndësi besimtari me pas kujdes. Sepse në këtë fazë shpeshherë kur na fillojnë me bë punë të liga, ende nuk vjen dënimi i Zotit këtu. Edhe njeriu i fitohet përshtypja që unë jam në rrugë drejt. Sepse këtu të këqija që këvi bëjë, sikur të ishin të këqija u dosh më mdënu Zotë i Manush. Ka qenë një dietar i madh, Ibn Ata al-Iskandari, një njeri shumë i mbret, shumë i mençur, e ka shpjegu këtë çështje shumë hall. Dhe po kam dëshirë bashkë me trajtu këtë rast pozicionin e Allahut karshirobit vetë, i cili ka fillu me bu gjunahe. Allahu i Manushëm në këtë rast kishim mujt me krahasu me një prind. Normal Zoti ta kanë shembull më i lartë, por vetë sa për me ofru kuptimin. Kur shpeshherë fëmijët to ndojnë me bëni të ligë, ndojnë me bëni vepër të keqe. Ne i këshillojmë, mos. Mundohum i bind. Edhe vim një situatë kur ata zbinden, ata s'dojnë me ndëgju. Ata s'dojnë me marr opinionet edhe sugjerimet tona. Edhe për një moment ne i hidhrohemi edhe thujna, okej, bëne, pije zehrin. Do më thonë, hiqim dorë për i ti. Edhe ja hapëm derën, urna,
bën çka dush, pa mu je, unë s'të përkrahi, bën e ti, je i lirë, veç pa mu, unë nuk jam me ty. Kishen mirë shpesher në qëto faza me mendu se inshallah Zoti s'jek dur prej nesh. Për ata këtu vjen shprehje ajo thirrja e Allahut Madhnushëm, i cili na thirr edhe na thot kush bën keq men amele sejjen au dhalama nafsehu thumma astaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kush bën keq ose i bën vete padrejtësi, pastaj kërkon falje Allahut, do ta gjej Zotin falës dhe mëshirues. Prap mundu me kthyte relacioni prindë dhe fëmijë. Nëse fëmiu ka ikë prej shtëpisë edhe ka bredh, s'ka mujt me gjetë vendbanim, s'ka mujt me gjetë strehim, edhe mas disa dite u kthy te shtëpia, mirë po e ka ndjenjen se çush ka me prit prindja, e ka ndjenjen e frikës se a thuaj ka kalu hidhrimi prindit. Edhe mas gjithë atyne ditëve, kur vjen të shtëpia e gjon prindin të dera të e prit. Nëse kishim mujt me krahasu, kështu thot Allahu, thumme astaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Pastaj kërkon falje, do ta gjej Zotin. Zoti është në pozicionin e vet, Zoti është në mekamin e vet. E atë e gjen gjithëherë falës dhe mëshirues. Prandaj kjo është faza kur njeriu ka filluar me shiju aspektin e do të thonë të keqes, por megjithatë jemi në fazën e parë këtu, kur ai vetë sa ka filluar është do të thonë i rinë në këtë aspekt, ende nuk ka praktik ose ende nuk ka përvojë gjatë në të keqe ose në keqpërdorje asaj të mire. Vim në fazën e 4, e cila thot përsëritja e gjunahit, adaptimi me mëkatin, ambientimi me mëkatin, vrarja ndërgjegjes, sepse njeriu kur një kohë gjatë bën gjunahin, lëndohet ndërgjegja, edhe ati nuk i punon alarmi ndërgjegjes. A keni vrejt për shembull disa njerëz kur bojnë keq, skuqet fytyra, ka një alarm, ka një ndërgjegje, një jetë keq. Po nëse bën një kohë gjatë atë keqe, dikur hup edhe skuqja. Edhe atëherë shtrohet pyetja, cili është dallimi mes njeriu dhe një kafshë? Po mos ishte skuqja, po mos ishte marrja. Pra ata në këtë fazë shejtani e bën një cytje shumë të rrezikshme. Ajo cytje është që në fazën kur thellohesh në gjunahe, kur më veç adaptohesh me mëkate, shejtani bën cytjen përfundimtare këtu, e cila thot tash ti je zhyt shumë gjunahe, është vështirë me ta fal Zoti, ti je larg mëshirës Zotit, ti edhe më kthys ta fal Zoti. Edhe thjesht bën përpjekje me ta hap horizontin edhe me dëgjune grupin apo taborin e atyre që janë kanë humb shpresën te Allahu i Madhnushëm, që janë pesimist. Dhe kjo është gjendja më e rrezikshme kur një rob mund të ra. Sepse nëse bim në fazën e pesimizmit, mos do të provojmë me kërku mëshirën. Dhe pra është shumë të lashë pastaj me gjetë mëshirën. Kjo është cytja më e rrezikshme nëse një besimtar ka bënë një kohë gjatë keq dhe ka rënë në pesimizëm se Zoti mund t'ia falë. Asnjëherë besimtari s'duhet më rënë këtë sfidë, sepse këtu duhet gjithherë me mendu që Zoti është i mëshirshëm, Zoti pranon pendimin dhe ka hapësirë për mu pendu. Megjithatë, po du veç një ajet me citu këtu, po synoj në mas të madhe mi ngjall njerëz, mi largu prej pesimizmit. Jo, mos binin pesimizëm, mos i hupni shpresat e Zotit i Madhnushëm. Allah ka mëshirën e madhe. Në surën El-Hadid, Allahu i Madhnushëm fol për një citat të popujt e mëhershëm, normalisht thirrë dhe besimtar. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum. Anu ka ardhur koha ata të cilët e kanë frikë Zotin të rrënqithen në zemrat e tyre kur përmendet Allahu i Madhnushëm. As ka ardhur koha të ktheheni Zotit, të dilni prej botës së pesimizmit,
Apo doni t'jeni sikur ata që ishin para jush? Apo doni t'jeni sikur ata që ishin para jush? E mohon të vërtetën, i dhanë vetes shpresë, edhe ju ngurtësuan zemrat, u prishën zemrat, u bë zemra guri, për shkak pesimizmit. Po tashesh ajetin vazhdim çfarë thot, subhanallah. I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Dijeni se Zoti e ka fuqinë me ringjall tokën e vdekur pasi që faktikisht ajo ka përjetuar vdekje. Ose Allah është i plot fuqishëm me ngjall tokën pasi që ishte e vdekur. Shtrohet pyetja. Pse ka ardhur ky ajet më një herë në vazhdim? Sepse Allahu i mandueshëm sikur po do të thonë që nëse ai ka fuqinë me ngjall një tokë të thatë, të shkretë, të vdekur, edhe ato me jep gjallëri, me i dhon jetë, i ai është i plot fuqishëm me ngjallën një zemër, me zbut një zemër, me gjelbru një zemër, me zbut një zemër, me i dhon shpresë një zemër, cila megjithatë e ka humbur shpresën. Për ata në këtë fazë është mirë gjithherë me kujtu fuqinë e Allahut mandueshëm, kompetencat e tij që ai ka mundësi me ngjall zemrat, ai ka mundësi me largu pesimizmin, ai ka mundësi me kthy shpresën në zemrat e tona, sepse ai është që e ngjall tokën çdo ditë. Ai e ngjall tokën masi ishte e vdekur. Ai është i plot fuqishëm me ngjall gjithçka që është e vdekur. Edhe faza e fundit ishte aspekti i varshmërisë që pothuajse veç e shpjeguam në fillim që është faza më e vështirë, më krize kur kemi të bëjmë pastaj me një lloj varshmërie dhe në këtë aspekt pastaj duhet me të vërtetë investim. Ajo që kisha dëshirë të thonë jemi në muajin e shejt dhe nuk është çudi që në këtë muaj ka mundësi që të luftohet edhe varshmëria, sepse në këtë muaj me lejen e Zotit jemi duke u sprovu apo duke u testu edhe për ushqimit, edhe për pijes, edhe për kontakte intime, të cilat janë esenciale për jetën. Përderisa kemi gjetë gjithë këtë forcë të abstenojmë nga këto gjëra që janë fundamentale, unë mendoj që kemi fuqi me u largu edhe prej shumë të ligave që në farforme jemi bërë të varur nga to. Allah e shpërblet. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova.